Bashkimi Evropian pret nga Serbia përparim në fushën e sundimit të ligjit të mediave elektronike dhe legjislacionit zgjedhor. Kështu deklaroi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë qëndrimit ditën e sotme në Beograd, pasi u takua me presidentin Aleksandar Vučić. Zyrtaria e lartë europiane përshëndeti përparimin në lidhje me përditësimin e listës së votuesve, si edhe në lidhje me zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Autoritetit Republikan për Mediat Elektronike. Tani është momenti i duhur për Serbinë që të ndërmarrë hapa konkret drejt anëtarësimit. Pika e parë është që duhet të shohim përparim në fushat e sundimit të ligjit, mediave elektronike dhe ligjeve për zgjedhjet. E di që këto reforma nuk janë të lehta, të gjithë segmentet e shoqërisë dhe spektri politik duhet jenë të përfshirë në to, u shpreh von der Leyen në një konferencë për mediat në Pallatin Serbia në Beograd. Në fjalimin e saj, presidentja e Komisionit Evropian u shpreh se qëndrimi i Bashkimit Evropian nënkupton liri, jo represion, duke përfshirë të drejtën për tubime paqësore. Ne angazhohemi për partneritet jo për nënshtrim dhe për diplomacinë në vend të agresionit, theksoi ajo. Von der Leyen i bëri një ftesë presidentit Vučić që rreth një muaj prej ditës së sotme të paraqitet në Bruksel për të shqyrtuar situatën në lidhje me reformat. Duke u përgjigjur pyetjes Radios Europa e Lirë se kush e zgjidhje për situatën aktuale në Serbi, ku prej muaj zhvillohen protesta antiqeveritare për shkak të tragjedisë në Novi Sad në fund të vitit kaluar, von der Leyen tha se ky është një moment kyç për Serbinë dhe se ka ardhur koha që gjithë popullit bashkohet e të forcohen themelet e një demokracie efektive. BE është e gatshme të ju mbështesë dhe të bëjë çdo përpjekje për këtë çështje. Reformat duhet zbatohen dhe ato duhet realizohen duke tërhequr shoqërinë pas vetes, tha shefja e Komisionit Evropian. Ursula von der Leyen theksoi se Bashkimi Evropian pret një nivel më të lartë të përshtatjes së Serbisë me politikën e jashtme të BE-s, përfshirë edhe vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Duhet ju falenderoj sepse e keni përshtatur 61% politikës suaj të brendshme me tonën, por duhet të arrijmë më shumë. Ne duam të mbështetemi te Serbia si një partner e besueshëm, u shpreh zyrtarja e lartë e Unionit. Serbia është një nga pak vendet në Europë që nuk i është bashkuar sanksioneve të BE-s kundër Federatës Ruse pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës në 2022. Megjithatë, Serbia ka dënuar agresionin rus duke mbështetur rezolutat Kombeve të Bashkuara. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi në konferencën e përbashkët se për Serbinë anëtarësimi në BE është një vendim strategjik dhe prioriteti politikës së jashtme, por shtoi se që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës nuk është hapur asnjë kapitull në negociatat për anëtarësim në BE. Më duket se së paku kohët e fundit kemi bërë disa gjëra. Ende kemi shumë për të bërë, por edhe brenda vendit duhet të diskutojmë për drejtimet e politikës sonë, shpreh Vučić. Ai kujtoi se industria e naftës e Serbisë është nën sanksione amerikane dhe shtoi se kjo nuk kupton se është edhe në NATO europiane. Shpresoj që në të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë energjetike të Serbisë të kemi ndihmën e BE-s, deklaroi presidenti serb. Ky fundit shtoi se i ka dorëzuar presidentes së Komisionit Evropian një letër me kërkesën që Serbia të përjashtohet nga tarifat dhe kuotat e reja për importin e çelikut. Shpresoj që BE të lehtësoj pak statusin e vendeve kandidate dhe të na ndihmojë pak, tha ai. Vučić theksoi se Serbia ka siguruar rezerva të mjaftueshme të naftës e gazit, por paralajmëroi se i pret një dimër politik i vështirë. Ne do të vazhdojmë të zhvillojmë infrastrukturën energjetike me BE-n. Besoj se po ndërtojmë një nën-konektor me Maqedoninë e Veriut dhe në të ardhmen edhe me Rumaninë. Zyrtaria europiane arriti në Serbi të martën si pjesë e turneut të saj në Ballkanin Perëndimor. Ditën e sotme për të u organizuar një pritje solemne që u pasua me një takim me Vučić. Ursula von der Leyen paraprakisht ka qëndruar në Shqipëri, Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Gjatë ditës ajo do të qëndrojë edhe në Kosovë, ku do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Turneun rajonal ajo do ta përmbyll në Maqedoninë e Veriut, ku do të takohet me krerët e shtetit gjatë mbrëmjes së të mërkurës.